E ka marrë detyrën në momentet e para jam hasur me një kërkesë nga një auditues, punonjës pjesë e stafit të kontrollit lartë shtetit, i cili më ka shfaqur një shqetësim në punën audituese. Konkretisht, nëse më lejoni ta shpreh, dhe unë kam qenë i detyruar që të kthej një përgjigje sepse ka qenë pjesë e stafit. Më ka kërkuar, ka qenë pjesë nëse më lejoni gjithmonë, pjesë e stafit auditues në Ministrinë e Jashtme. Në atë periudhë, Ministria drejtoi nga zëvendës ministri zoti Caka, dhe audituesi ka shprehur pamundësinë për të adresuar gjetjet. Për të adresuar gjetjet, konstatimet tona tek ministri. I kam kërkuar shpjegime, domethënë një lloj sqarimi të logjikës shqetësimit që ai parashtronte, dhe më ka thënë që nuk është problemi që ne të adresojmë sepse i kam komunikuar që ju do të komunikoni me sekretarin e përgjithshëm dhe me personat përgjegjës mbi të cilët ju keni vlerësuar si përgjegjës këtyre konstatimeve, të shkeljeve të mundshme. Më është kërkuar që më është transmetuar që shqetësimi nuk është transmetimi te zoti Caka, por është mungesa e mundësisë për t'ia transmetuar gjetjet kryeministrit, sepse ai duhet të jetë, themi, autoriteti drejtues Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në këto kushte i kam komunikuar, sepse normalisht edhe këto komunikime pavarësisht se janë të pazakonta dhe mbase jo normale, po unë si drejtues i institucionit kam qenë i detyruar që t'i sqaroj edhe t'i jap një lloj logjike me një kujdes në radhë parë njerëzor, pastaj dhe institucional, sepse kam të detyrueshme dhe e kam bërë, mendoj, në mënyrë të plotë. Për shkak të situatave të tjera që kanë pasuar, jo duke pas parasysh këtë rast, por situata të ndryshme, punonjësi është larguar nga institucioni. Dhe për rrethanat e largimit, unë jam i gatshëm në momentin e parë të mundshëm që t'ju vë në dispozicion jo vetëm praktikën, por t'ju relatoj gërm për gërm e curin e problematikave që kanë mbartur. Në vazhdimësim ka dërguar, të themi, shkresa të ndryshme, nuk duhet i referoj anonime, por rast konkret në cilin më ka kërkuar, në letrën që më është drejtuar, më është shprehur që unë edhe jo vetëm unë do t'i kërkojmë institucioneve ndërkombëtare që mua personalisht, kryetarit kontrollit lartë shtetit, t'i jepet suporti i duhur për të audituar punën e kryeministrit të Republikës Shqipërisë, sepse unë nuk kam mundësi për shkak të frikës që të auditoj punën e kryeministrit. Tani çfarë duhet të bëj në këto lloj situatash? Po këto janë rastet konkrete, unë i vlerësoj të gjitha. Dhe unë po e them përpara jush se e fuz veten tek ata individ që në radhë parë i friken Zotit edhe ligjit, zbatimit ligjit. Dhe deri në minutën e fundit do të jem pjesë edhe do drejtoj institucionin e kontrollit lartë shtetit, do ta drejtoj me korrektesën maksimale. Për këtë e them me përgjegjësinë plot dhe përballem në çdo moment.